Jemi në orën e ndërmjetësimit, zonja Eni, përshëndetje, dashur. Përshëndetje, Ardit. Kë do përshëndesim sot? Do përshëndesim vendin nga i cili na vjen protagonisti. Atëherë nuk e zbulojmë. Okej. Veç se ka sjell babai, më fal, djali babai. Djali e ka emrin Arben, shohim çfarë ka thënë. Kam ardhur të denancoj Ramadan Shulin, se po ndodh një krim. Kam ardhur të ndaloj krimin. Arbeni kërkon që babai i tij të arrestohet. Arben? Mirë se vjen. Përshëndetje zonja Eni, përshëndetje zoti Ardit, përshëndetje publiku. Dhe për mua është shumë e vështirë që kam arritur sot në këtë gjendje, denancoj babain tim për një krim që mund të vazhdoj dhe ka kohë, po nuk e shoh që të ketë ndalim. Po më duket si ato telenovela turke që shohim, si Shpirti i Egër. Shikoni Shpirti i Egër apo jo? E shoh dhe unë. E shohim çfarë ka thënë zoti Ramadan. Ore, këta nuk janë fëmijë. Këta janë palaço që duan të arrestojnë baban. Po ta harrojnë që do më nxjerrin nga shtëpia. Babain, besoj dëgjoj, thotë të harrojnë që të më nxjerrin nga shtëpia, nuk janë biles. Okej, nuk po përdor fjalën që përdori babai, e ftojmë zoti Ramadan. Mirë se vjen. Si ka mundësi më del përpara? Përshëndetje zonja Eni, përshëndetje zoti Adit, përshëndetje publiku. Si ka mundësi më del përpara? Si ka mundësi të më shashti mua. O, si mund të quhesh babati? Si mund të quhesh babati mërë që në ke bërë një tradhti të papar? Ske turp që... Si ka mundësi që në ke quar në këtë gjendje? Mirë. Kam këtu e një vit po vi vërdal, po pse nuk më the njërë të vërtetën? Pse nuk më the njërë të vërtetën? Pse duhet ta arriju në atë gjendje në pikën e fundit? Me mirë besim kam qënë, me mirë besim kam qënë. Që është ky mirë besim kur në një kohë që ti nuk ke besuar e vlatin tëndë, nuk ke besuar vlajnë tëndë. E kam besuar, por nuk të thrasim Aridonit. Atë ka marrë... Shporu tutje. Se nuk e vlati. Unë do shpore, po dhe ty ti jetë përjashtuar për shtëpis, dhe këtu po të ketë shtetë ti duhet të arrestojsh. Ti, Axhishuli, ti duhet të arrestojsh, se ke bërë krime të paparë, po nuk ka shtetë tu që t'ju lidhi juve të këtillëve. Nuk ka shtetë që t'ju lidhi juve. Të lutem. Qënë këto të këtilla? Këto të papara nxjerrë vlatin tëndi. E ke shitur. E ke shitur. Kuj kam legët, E ke shitur. Na ka marrë në qafë të gjithë, justifikon veten. Ti e di ku i ke quar. Ja ku e ke djallë në Xhaxhaj. Ka edhe një zë tjetër, ta dëgjojmë pak. Djali Xhaxhaj të rritë vetë me vllanë tim aty. Arben, të lutem. Shiko, të prezentojmë pak se ka ardhur gjatë vetë emisionin, tjetër. të lutem përshëndesim edhe Feridonin, Është nipi i Ramadanit, djali i vllajt. Mirë se erdhe. Përshëndetje Feridon. Përshëndetje Eni, përshëndetje Arbit, përshëndetje gjithë publiku. Arbeni ka shumë të drejtë se Ramadani Xhaxhaj na ka drejtuar drejt një katastrofe. Të gjithë. Se ai ka lejuar në këtë situatë që kemi arritur neve. Ku ishit vetë? Ku ishim? Ne të mbajtëm dhe të besuam se ti na dole përpara unë dhe të të mbajt Xhaxhaj. Ishte në emigrim. Përshëndesim Ishte në emigrim se duhet të punoj një unë që rrojt e ti. Arben, të lutem. Dhe punova që në vogëli më falë. Po unë qarë kam bërë? Më mbyt e dreta, sepse kam punuar në emigrim që të ula me shpi në Vërdovë. Dhe rritë sot si zotni, kam ikur që në moshën 13 vjetë kam ikur emigrant. Dhe ma humbe këtë të drejtë. Po unë... Dhe ma humbe këtë të drejtë. Po që këtu e këtë dhe në shpi në Vërdovë nuk e për të shkenur mati. Nuk ta humba unë, po që pa besia. Që pa besia nga besova shumë. Ti e shkaktari që dhe mamaja sot është me dhimbje koke në shpi. Besova shumë unë, po ti si ditë qara. Që pësoj po ti që dhe ytë vla që vuri shpatula dherit, ti pas ke qenë shkaktar. Aty mysh që ke hiqe. Nuk është, të lutem, nuk është forma i dur. Atere, me lejen tuaj, përshëndesim të gjithë juve këtu në studio. Përshëndesim të gjithë shqiptarët që po na ndjekin në këto momente. Një përshëndetje të veçantë, me qenë se Ardit nuk ja tha më parë, i bëjmë për të gjithë shqiptarët në Greqi. Vend nga i cili vjen Arbeni, Feridoni, dhe që janë qindra shqiptarë dhe mirat të tjerë të cilët na ndjekin, na duan dhe i duam, duke i falenderuar përzemërsisht për mbështetjen, opinionin, dashurin.
Falemderit të gjithve, shumë falemderit. Arben, më ke lënë pa fjalë. Më ke lënë pa fjalë. Çfarë ke me Ramadanin, me babajnë e ndëruar, që sa fëmijë ke Ramadan? 3. 3. 2 djem, 1 çup. Arben, më thej që 13 vjet, pra 13 vjeç ke qenë në Greqi, në emigracion, je lodhur, pa tjetër, pa diskutim, sot je në moshën, 43 vjet. pra ke 30 vjet atje. Tani çfarë ka ndodhur me Ramadanin, na shpjego të lutem. Unë si djali mathi familjes Ramadan, ju jeni Shuli djali ika i math. pari në Po. emigrim. Dhe punova me gjithë djesh me drejtësin time, morëm një palë shtëpi në Vërdov, u hulëm familjarisht, Po, duke me i thonë, baba, unë pse ku jetonit përpara? më përpara jetonim në Bishnic, Në fshatin Bishnic, pra. Më po pas i Gradec. bëre shtëpi dhe e more baban e çove në Vërdov. Komplet Po, familjen. Edhe, ne me ne baba zbritëm rëposh, po ama ne fshatin vatanin unë e kam dhimbësuri. Po, Unë pavarësisht se rënjë në emigrim, Po. po unë njerë në vit kam vajtur gjithmonë ati, për qef, jo se kam bërë Në kjo. Bishnic. Në Bishnic. Në Bishnic, pra, po. Gjithë ato Bishnica erë që ku shkojnë. ndodhet, lutem? Bishnica, më fal, ku ndodhet? Qyteti po Gradecit. E merr Është pra qyteti- fshati i Pogradecit, po. Fshati, po. Gjithsesi, Po. i thosha, baba, unë nuk po shoh gjëra në vend. Po. Unë po shoh po na luajnë kufiret, unë po na shoh po na prishit kishim një kasolle. Po. Po mirë, ma unë e di një se po na shoh. nga që kam certifikate Unë po shoh po na lëvizin shumë gjëra nga vendi, o baba, si ka mundësi. Dhe e di një. Ky e di unë bre, do t'ju dis unë ato breçun, e di unë breçun, babi, unë po të lësh Ore- shtëpitë në Vërdov ty, po mua ti do m'japish tokat në shpella Unë që nga unë që t'i kishe investoj. Të lutem, që unë t'i investoj. Kam këtu e një vit vajtëm për t'i bërë Nga që kishe dokumentat e tokave në certifikatën dhe shpella. të përshesh, ore. Po nuk Kur me vajtëm vesh. atje, Ore, tokat e s'kishim shpella, si i trualli. ke marrë ti Po, tani? kishe Për çfarë toka certifikate. fleti tani? Falni, Tokat po, kanë qenë të këqija, po Ramadani kush mos i ka dhënë justifikoj tokat? veten. Për tokat Ore, e tokat, shpellave. se tani këtë do po të thon shqiptarëve, tokat e kujt ka ardhur këtu të kërkosh ti? Tokat e mia, Po kush ti dha tokat ty? shteti. Po pra s'janë të tuat. E Si kupton s'janë ti të tani? mia? Po s'janë të tuat Jo, jo, nëse se ky kam shtet. qenë- ka- Pra ka- ndaj je ti në këtë pikë dhe vjen sot edhe i flet babait këtu për t'i marrë. Jo, jo, I ke marrë babai, fytyrën. baba- Ore zotri, këto toka, pra ndaj kam thënë shqiptarëve, atyre që kanë qenë dje, këtyre që janë sot, atyre që do vinë nesër, me këtë ligj që i kanë bërë shqiptarëve, ju jeni pak. Më keq do vazhdoj Shqipëria, po si ku ky ligj. Prandaj vjen i kërkon babajti, po ti ke hedhur ndoj lek aty, si e ke bërë ato tokëna. Kush ta dha këtë tokë tyja? Ka shumë Ti të kesh drejtë respekt djali. Për shtetin që të dha 1500 metra katror, ka qenë fëmijë ky. Në 91-shin sa vjeç ke qenë? 9 vjet. Pra 9 vjeç, ky ka marrë Ardit Gjebreja 1500 metra katror. 1500 metra katror kanë marrë Arben Po si? Shuli. Zonja Eni. Sepse ja jep ligji me 7501-shin. Apo jo? Po. A, bravo. Atë ma jep ligji, Po. po kjo është dhe një pjesëmarrje midis në atë e birë. Pa tjetër, A, sepse po, keni po qenë denonsoj. bashkë. Keni Që kemi- qenë bashkë, që kemi pa qenë tjetër. bashkë. Zoti Ramadan ishte krye familjar. po qarë pjesë Dhe vete, çfarë po krye qarë pjesë familjar? parje? Krye Kur vetë- familjari ka menduar që prona është e tia. Kur vete Dhe unë s'ka sta marë, fëmijët. kur Por, vete sot unë- u rrit ky, u bë 43 vjet. Po, Edhe bëra thon, unë zonja sot Eni, një lejova shtëpi në Unë Vërdov. dua 1500 metra katror që i ka marrë 9 vjeç. Se duhet i dëgjoj Shqipëria këto. po si më Pra, takojnë. unë që flas sepse realisht dhimbja ka marrë dhenë. Vuajtja e familjeve shqiptare është duke u shtuar. Kjo pasuri e marrë në mënyrë të paligjshme, sepse një shtet që prodhon një ligj për t'i bërë familjet shqiptare në këtë situatë është e paligjshme. Sepse prona, ja u kam thënë, dëgjoja Arben, Ramadan, Feridon dhe e di gjithë Shqipëria. Prona do shkoj tek i Zoti. Prona, jo vetëm me këto lloj ligje që ndani ju, po edhe me ligje lloj-lloj që do bëni, prona do shkoj tek i Zoti. Sepse prandaj zihet Arbeni me Ramadanin, Feridoni ngrihet andej dhe thot na ka futur në katastrofë, sepse kjo tokë nuk buron ligjore ashtu si kundër ligji e thot. As e kanë me trashëgimi, as ja u ka dhuruar njeri, as e kanë bler, as e kanë fituar në një formë tjetër, por shteti në 91-shin vendosi që fëmijëve të lindur dhe në datën 1 gusht të 91-shit t'i bëj me pronë. Dhe prona varion nga 1000 metra katror deri në 3.5-4.000 metra katror. I sa po lindur në 1 gusht dhe vjen sot dhe i kërkon llogari babait ku më ke çuar pronën.